Neziri, nesër drejt Madrid për një miqësore disi të veçantë. Vllazniu ka të mbledhur ndaj Atletico Madrid. Sa do të vlejë kjo miqësore për ekipin tuaj? Thonë drejtën e shumë gëzuar sepse është një punë gati 8 mujore e klubit tonë për organizuar këtë ndeshje me klubin e Atletico Madrid, një klub më të mirë në botë, sidomos me akademinë e tyre, si është në 2-3 akademitë më të mira në botë, sipas specialistëve. Do të falenderoj, më thonë drejtën presidentin Xhaferi, sekretarin e klubit Blendibra, drejtuesi i akademisë, si bëhet mundin me organizuar këtë ndeshje shumë të madhe, ndoshta ndeshja më e madhe e akademisë tonë. Dhe jam i bindur dhe shumë i gëzuar sepse fëmijët do të lozin edhe një ndër ndeshjet më të bukura dhe një ndër akademitë më të mira. Gëzuar sepse jo gjithë sportistat mund të bëhen futbollista, mund të kenë edhe rrymë të tyre në jetën e tyre, por do ta marrin mend sepse ka lidhje me ekipet më të mira në botë dhe kjo i shërben akademisë tonë dhe sepse puna thashë kanë madhe sepse ata kishin nevojat e tyre për ditë për klubin tonë edhe i përshtatet klubit tyne. Por dihet sepse Vllaznia është emri më i madh në Shqipëri dhe vetëm ekip shqiptar si Vllaznia mund të bëjë përshtat këtij klubi të madh. Në aspektin sportiv, çfarë do të përfitojnë futbollistët, por edhe ju si drejtues nga ky bashkëpunim i nisur me Atletico Madrid? Me Çimin dhe me Plorin kemi qenë para një viti të ftuar në ECA dhe ishim të ftuar tek Atletico Madrid dhe aty kemi bërë fillim marrëveshjet dhe bashkëpunimin me dy klubeve. Janë me thënë në nivel tjetër, totalisht, sepse duke pas parasysh kompleksin e tyre, vetëm kompleksi i tyre ka 12 fusha dhe atë mund ta quajmë stadium, se nuk ishte kompleks. Dhe u stërviqin gati 500 fëmijë në ditë dhe u gjenojnë stërvitin 500 fëmijë në çdo ditë dhe çdo gjë të jetë standard, do të jetë e mirë organizuar. Jam i bindur sepse kjo grup mosh janë 5-6 lojtarë që janë të gjithë kombëtare. Dhe shpresojmë që ditën e mërkurë pas ndeshjes 19:30, ditën e ete, kemi një seancë stërvitore dhe do të jenë gjithë pranishëm, gjithë drejtuesit dhe gjithë tanjet e akademisë Atletico Madrid për me pa në element që mund t'i shërbejnë atyne edhe ne, edhe fëmijëve. Pak kohë më parë, finalja e Superkupës së Viaregjës